إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والند والنذير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فلندريمت lavdrimet, gjitha adhurimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Ata e falenderojnë, falje, shpëtim dhe ndihmë vetëm prej Tij kërkojnë. Ata cilin e uzon Allahu Jalla Jalaluhu nuk ka kush që e humb, dhe ata cilin e lë në rrugën e humbjes nuk ka kush që e uzon ata përveç Tij Jalla Jalaluhu. E falenderojmë Allahun e madhruar për mirësitë të mira të shumta që na I ka dhënë në këtë botë të shkurtër. Në veçantë falenderojmë Allahun Jalla Jalaluhu që na ka bërë musliman, na ka bërë umet dhe pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Paqja, mëshira dhe gjitha mirësitë e Zotit Jalla Jalaluhu qofshin për të dërguarin e Tij të fundit, vullën e pejgamberëve të mëparshëm, mësuesin e njerëzimit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, I cili erdhi mëshirë për të gjithë krijesat. Në veçantë Allahu Jalla Jalaluhu dërgoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për ta nxjerrë njerëzimin nga rruga e devijimit dhe rrugës së udhëzimit. Salavatet dhe selamat ja dërgojmë dhe ja adresojmë edhe familjes së Tij të pastërt, shokëve të Tij besnik dhe gjithë atyre muslimanëve të cilët e pasojnë sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në çastet e fundit të jetës së tyre. Elos Allahun e Madh në këtë ditë të madhe të kësaj dite të xumas, që Allahu I madhruar në bëjë dhe neve nga ata të cilët e pasojnë sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vazhdimsi. Xhamati nderuar, nuk ka dyshim që këtë fe që Allahu Jalla Jalaluhu e ka zgjedhur për neve, brenda kësaj feje Allahu I madhruar ka bërë adhurime të lloj-llojshme, në mënyrë që gjithë secili I cili e ka besuar Allahun Jalla Jalaluhu në formën e vet me atë adhurimin që e bën të afrohet te Allahu Jalla Jalaluhu. E një prej adhurimeve më të mëdha të Islamit është edhe duaja. Është një adhurim që e kemi neglizhuar, është një adhurim që e kemi harruar, është një adhurim që kemi lënë anash, e që në esencë duaja është arma më e fuqishme e besimtarit. Duaja është për të cilën tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwa al-ibada. Duaja në esencë është adhurim, është lutje, është ibadet ndaj Allahu te bareke ve taala. Ata të cilët nuk I lutën Zotit Jalla Jalaluhu, ata të cilët nuk dinë me ngrit durët drejt Allahut Azza wa Jall dhe me ju lut Zotit subhanahu wa taala, Allahu I lat madhruar është I hidhruar me ata njerëz që nuk dinë me ju lut Zotit Jalla Jalaluhu. Është I hidhruar me ata njerëz që asnjëherë nuk ju shkon mendja me ju drejtu Allahu te bareke ve taala dhe me kërku prej Allahut subhanahu wa taala. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Ata të cilët janë mendje mëdhej, ata të cilët janë kokfor dhe nuk I lutën Allahut Azza wa Jall, Allahu I lat madhëruar do t'i shpërblen me xhehenem. Vendi I tyre do të jetë zjarmi I xhehenemit. Allahu na ruaj. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alayh." Ai cili nuk I lutet Zotit, Allahu I madhëruar hidhrohet me të. Wallahi o ju xhamat, o ju vëllezër, Allahu Jalla Jalaluhu hidhrohet me atë person I cili ju lutet krijesave dhe e ka harruar krijuesin e Tij, e ka harruar Allahun te bareke ve taala. Një ditë prej ditëve shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shkojnë dhe e vetin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ata kanë pas fatin të kenë në prezencë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe për çdo problem të jetës së tyre kanë shku dhe kanë vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
I thanë, ja Rasulullah, e qaribun Rabbuna fenunajihi, am ba'idun fenunadihi. Ishte problem I sahabëve dhe e pyetin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me këto lloj pyetjesh, e që janë një mesazh shumë I madh edhe për sahabët, po edhe për neve dhe për ata që vinë pas nesh. I thanë, o I dërguar I Zotit, a është afër Zoti jon që ne t'i lutemi me zë të ulët, apo është Zoti shumë larg e që ne t'i lutemi me zë të lartë? Atëherë zbiti një ajet në Kuranor në surën Al-Baqara ku Allahu xhalla xhelaluhu e jep përgjigjen e kësaj pyetje që ja banën sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu xhalla xhelaluhu, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Thuaj o Muhammed, ata që po të pyesin se ku është Zoti, a është afër apo larg? Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nëse ata të pyesin për mua, thuaj unë jam shumë afër. Thot Allahu në surën Qaf, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. O ju robëtemi, unë jam afër jush, më afër se damari I qafës se juaj. Allah xhallal xhelalu është afër nëse ti I lutesh Allahu te bareke ve teala. E pastaj Allahu azza wa thot, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nëse I lutesh Zotit xhallal xhelalu, çka është rezultati? Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. E unë I përgjigjem, Allahu xhallal xhelalu I përgjigjet lutjes së çdo kujt I cili I drejtohet dhe I lutet Allahu xhallal xhelalu me sinqeritetin më të madh. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, por me kush? Falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarji'un. Që edhe njeriu robi ti përgjigjet krijuesit të tij xhallal xhelalu, të besoj Allahun xhallal xhelalu, padyshim thot Allahu azza xhel, pastaj do t'ju udhëzoj në rrugën e drejtë dhe do t'ju përgjigjem lutjeve dhe kërkesave tuaja. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Dhe unë jam më afër tek ju se sa damari I qafës se juaj. Allahu xhallal xhelalu kërkon nga ne që ne t'i lutemi Zotit xhallal xhelalu, e që për fatkeq kemi harruar o vëllezër të nderuar këtë adhurim të madh. Kemi harruar këtë adhurim kaq të madh që na afron shumë afër Allahut azza wa xal. Ud'uni astajib lakum. Vetëm Zoti xhallal xhelalu na thot kështu, krijuesi I cili ne ka kriju neve dhe ka krijuar këtë gjithësi, thot mu luteni që unë t'ju përgjigjem. Kur I kemi lutur Allahu xhallal xhelalu, kur I kemi ngrit duart për t'ju lutur dhe për t'ja treguar hallet Zotit të gjithësisë I cili është Ar-Razzaq, është furnizues, është El-Wahhab, është dhurues, është Malikul Mulk, është mbret I mbretërve që e sundon këtë gjithësi. Andaj vëllezër të nderuar, për fat keq shpesh herë e gabojmë rrugën dhe derën ku duhet të trokasim. Shpesh herë e harrojmë Zotin xhallal xhelalu dhe ju drejtohemi krijesave. Shpesh herë e harrojmë krijuesin e gjithësisë Allahun dhe ju drejtohemi krijesave që në shumicën e rasteve kur ju kërkojmë diçka thon largohu se na ke lodh. Derisa Allahu xhallal xhelalu po na thot lutmoni se unë do t'ju përgjigjem. Andaj vëllezër të nderuar, doja ka qenë zakon I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë traditë e pejgamberëve të mëpashëm, ka qenë traditë e njerëzve të mirë. Dhe gjithë problemet, se edhe ata kanë qenë njerëz, edhe ata kanë hëngur dhe kanë pi, mirë po në hallet e tyre që I kanë pas, ja kanë drejtu Allahu të xhallal xhelal. Andaj thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha hasibahu shay'un fasalla. Thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e mërzitte diçka, e brengoste diçka prej çështjeve të kësaj dunjos dhe të ahiretit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam menjëherë shpejtonte dhe merrte abdest dhe falte namaz dhe ju lutej Allahu te bareke ve taala. Vëllezër të nderuar, tregon një njeri I devotshëm, thot për çdo ditë thot e shikoja një njeri I cili thot trokite në derën e një mbreti. Dhe për çdo ditë thot roje thot e largon. Dhe thot një ditë unala dhe thash o vllai im I dashur thot, ti thot e ke harruar derën e vërtet. Ti ke nuk je duke ditur ku të trokasësh, e ka harruar derën e Allahut azza wa xal. Andaj a nuk e din se Allahu xhallal xhelalu është krijuesi I gjithësisë? A nuk e din se Allahu azza wa xal është furnizuesi
i gjitha krijesave. Thot ti ke harruar derën e vërtet, andaj duhet të kthesh derën se Allahu Azza wa Jall, sepse ati do të plotësohen nevojat e tua. Është Allahu i cili ka kriju dhe ai i cili është që të urdhëron që ti lutesh dhe të përgjigjesh. Një non e cila nuk ishte pasur shumë vite fëmijë. Dhe kjo është një sprovë prej sprovave të mëdha të kësaj dunjos dhe këtë sprovë nuk e din askush përveç atyre që nuk kanë fëmijë. E lutem Allahun e Madh që Allahu xhelle xhelalu të jep fëmijë gjithë atyre që nuk kanë. Ata që kanë, Allahu të uaruaj dhe t'u bën evlat të xherit. Kjo non për 15 vite thot nuk kam pas fëmijë, një mërzi e madhe. Dhe thot i kam vizituar të gjithë mjekët, i kam kërkuar të gjitha ilaçet dhe në fund prapë s'ka pas rezultat. Thot një ditë prej ditëve thot u nala me një motër të devotshme, thot dhe më këshilloi, mi përkujtoj disa ajete kuranore të Kur'anit, mi kujtoj disa fjalë të Zotit xhelle xhelalu. Tha, oj motra ime, tha, ti krejt, tha, dihet, tha, i ke trokit, tha, po ke harru, tha, diçka dikun, tha, me trokit. Ke harruar të trokasësh në derën e Zotit xhelle xhelalu. A nuk është Allahu i cili ka thënë Kur'an, walillahi mulku s-samawati wal ard, çka ka në tokë dhe në qiell është e Zotit xhelle xhelalu. Yakhluqu ma yasha, ai krijon çka të don. Yahabu liman yasha'u inatha, është Zoti, krijuesi i gjithësisë, ai i cili dëshiron të jap dikujt evlat, i jap dikujt djem, wa yahabu liman yasha'u dhukura, e dikujt i jap vajza, e dikujt i jap djem, e dikujt nuk i jap. E gjithë kjo është në urtësinë e Allahu te bareke ve taala. Andaj tha lutju Zotit xhelle xhelalu se Allahu azza wa jall do t'i përgjigjet duave të tuaja. Kjo gruaja thot me këtë fjalë thot mi preki zemra. Shkova në shtëpinë time edhe fillova që të lut Allahun te bareke ve taala. Thotë bëna zakon pas çdo namazit dhe ti shfrytëzoj kohët më të mira, më të përshtatshme që na mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku Allahu i pranon duat dhe lutjet tona. Dhe thotë pas disa muajve e ndjeva një dhimbje në barkun tim dhe mjekët konstatuan që unë jam shazon. Për çka? Për arsye se ju lut Allahu te bareke ve taala. E kush i lutet Allahu xhelle xhelalu, padyshim se Allahu i përgjigjet. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur dikush i lutet Zotit mos shpejton e thot se Allahu nuk më pranoi lutjen, po sepse Allahu xhelle xhelalu ja pranon lutjen robit ose më një herë, ose e vonon lutjen e tij për të pa durimin e tij, ose Allahu i lat madhëruar e ruan lutjen dhe kërkesën e tij dhe ja pranon lutjen ditën e Kiametit. E kjo është shpërblimi më i madh, sepse në ditën e Kiametit është një ditë e madhe, një ditë e trishtueshme dhe krejt kena nevojë atë ditë që Allahu xhelle xhelalu na bën zgjidhje. Kjo është në urtësinë e Allahut te bareke ve taala. Andaj vetëm duke i drejtu Allahu azza wa jall, vetëm duke i kthy durt nga Allahu te bareke ve taala, Allahu xhelle xhelalu do të na jep zgjidhje. Ka qenë tham zakon dhe tradit e pejgamberëve të mëparshëm. Nuh alayhis salam, një pejgamber i cili ka jetuar më shumë se 1000 vite. 950 vite vetëm ka bën thirrje në Allahun xhelle xhelal. I ka thirrë popullin e vet që ta besojnë Allahun te bareke ve taala. Nuh alayhis salam kur e shef që nuk janë duke e ndëgju populli i vet, e filluan me utall me ta, e filluan me e përqesh Nuhun alayhis salam, një pejgamber që kishte gajlen e popullit e vet, gajlen që t'i shpëton nga zjarmi i xhenemit, ata u tallshin. Edhe një moment që e bën një dua, Nuh alayhis salam, një dua shumë të shkurt, për gjithë ata që thonë hoç, po çfarë duaje më bën? A do të më marr një libër dhe më ulën edhe më janis me bodua? Jo. Allahu xhelle xhelalu e kërkon zemrën tonë, sinqeritetin tonë, devotshmërinë tonë. Allah nuk don zbukurim të fjalëve, se Allah na kupton edhe nëse na nuk flasim hiç, edhe nëse nuk bëjmë na dua, vetëm e shprehje atë mërzin tonë karshi Zotit xhelle xhelalu, Allahu azza xhella kupton. Nuh alayhis salam i lodh, i mërzit me popullin e vet që nuk e ndëgjuan, ju drejtu një ditë për ditëve Zotit me di fjalë, Allahu ju përgjigj edhe bëni çuditëra. Rabbi anni maghlubun fantasir. Çto di fjalë ka thonë në Kur'an Allahu azza xhel, e thënë se kjo është duaja e Nuh alayhis salam. O Zot, unë jam i mundur tash, më ka mujt popullin, andaj më ndihmo. Me njëherë Allahu xhelle xhelal ju përgjigj dhe lëshoi qiell ujin dhe shiun nga qielli dhe hapi tokën dhe dul ujt i vroçëm dhe e shkatroi popullin e Nuhut alayhis salam me di fjalë Zotit. Pse? Se ju lut, mirë po kishte bë punën e vet Nuh alayhis salam. Sulejman alayhis salam me di fjalë që ju lut Zotit xhelle xhelal, nuk kishte dua e madhe.
Po Allahu Azza wa Jall e përgëzoi dhe ju përgjigj duas së Sulejmanit alayhis salam dhe ja dha pushtetin që s'ka pushtet ditë kiametit, sikurse pushteti i Sulejmanit alayhis salam. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. O Zot, ma jep një pushtet që nuk e jep kurkujt pas me. Allahu ja dha pushtetin Sulejmanit alayhis salam. Pse? Se e luti Zotin Xhelel Xhelalu nga thellësia e zemrës, e luti Allahun Azza wa Jall nga thellësia e shpirtit. Edhe shumë pejgamber tjerë, të cilët ju lutën Allahut Azza wa Jall me ti fjalë vallahi vëllezër në ruar, Allahu Xhelel Xhelalu pranoi lutjet e tyre. Yunus alayhis salam në barkun e balenës, në thellësinë e detit, në rrezikën e natës, tha la ilaha illa ant, subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. O Zot, ti je ilah madhëruar. O Zot, ti je patmeta. Unë i bëna përdersi vetës time. Allahu Azza wa Jall e shpëtoi Yunusin alayhis salam. O vëllezër të nderuar, nuk duhet shumë me ditë që Allahu Azza wa Jall me t'i pranoj lutjet. Duhet dua të pakta aq sa din, në atë mënyrë dhe formën tonë, por ta bësh atë dua me logjik të zemrës, nga thellësia e shpirtit, pasha Allahu Xhelel Xhelalu. Allahu do t'i përgjigjet lutjes tone. Allahu do t'i pranoj lutjet e tua dhe do t'a jep atë që e kërkon. Andaj si ta kuptojna që Allah i madhruar ne i pranon lutjet. Është një thanje e Umerit radhiyallahu ta'ala anhu, tha ana a'lamu mata yustajab du'ai. Tha Umeri radhiyallahu ta'ala anhu, tha unë e di tha kur pranohet lutja. Idha khasha al-qalb, kur tha zemra tha dridhet, kur tha zemra tha friksohet, wa idha ihtazzat al-jawarih, dhe kur gjymtyrët e trupit tha dridhen, wa idha dumiat al-ain, dhe kur tha shin tha lotojnë tha, unë tha e di se tash është koha që Allahu Xhelel Xhelalu e pranon lutjen time. Andaj të lutemi Zotit Xhelel Xhelalu me sinqeritetin më të madh, me aq sa dim, nga thellësia e zemrës, të lutemi Zotit Xhelel Xhelalu sikurse ai i cili është duke u fundosur në mesin e oqeanit dhe s'ka zgjidhje tjetër, dhe i lutemi me lutjen më të madhe nga shpirti dhe zemra e tij, të lutemi Allahun në këtë mënyrë. Inshallah shpresojmë që Allahu Xhelel Xhelalu të i pranon lutjet tona. Elus Allahu subhanahu wa taala që mos të harrojmë këtë adhurim që është kaq i madh, sepse tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Laysa shay'un akrama 'ala Allahi min ad-du'a." Nuk ka sen, nuk ka gjë më të dashur, më të pëlqyer te Allahu Xhelel Xhelalu se sa duaja. O vëllezër të nderuar, është arma e vetme që na ka mbetur ndoshta edhe në kohën aktuale që jemi duke jetuar, nuk ka mbetur diçka për neve vetëm se të bëjmë dua. Fillimisht të lutemi për veten tonë, të lutemi për familjarët tonë, të lutemi për vendin ku jetojmë dhe për gjithë muslimanët anë kanë botës. Elus Allahu subhanahu wa taala që Allah na bëj për atyre që nuk e harrojnë Allahun Xhelel Xhelalu. Elus Allahu subhanahu wa taala që na bëj për atyre që i lutën Allahut Azza wa Jall me mëngjes edhe mbrëmje. Elus Allahu subhanahu wa taala që këtë iman që Allah na ka dhënë të na ruan. Elus Allahun e madh që rinin ton ta uzon, pleqët tonë Allah t'ju jap shëndet, të vdekurit ton Allah t'i mëshiron, t'i ndihmon muslimanët anë kanë botës ku ju bot padrejti, dhe veçanti mos t'i harrojmë vëllezërit ton në Gaza që gati po bën dy vite diçka, që për çdo ditë po masakrohen, po mbiten dhe nuk është duke u ndalë ky zullum i madh. Ya Rab, i lutemi këtë ditë madhe që Allahu ata t'i ndihmon. Elus Allah subhanahu wa taala që të vdekurit e tyre, ata të vdekurit e tyre Allah t'i pranon shahida. Elus Allahu Xhelel Xhelalu që muslimanët anë kanë botës t'i ndihmon. Zullumçar, kudo që bën padrejti, Allahu t'i shkaton me vetë ya Rabbel Alamin. Elus Allah në madh që këtë iman që ne ka dhënë Allah na ruaj, dhe kur ndahemi nga kjo botë, të ndahemi me fjalën më të mirë, fjalën që është qelës e xhenetit. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.